Kush janë 5 aktorët e famshëm turq që kanë pranuar origjinën shqiptare? Serialet turke kohët e fundit duket sikur kanë fituar gjithë zemrat e publikut, e kjo për shkak të pjesëmarrjes së disa aktorëve tepër të suksesshëm turqe shqiptar, të cilët janë të njohur edhe nga vende të tjera të botës. Madje disa nga emrat më të njohur të kinematografisë turke e kanë pranuar origjinën e tyre shqiptare. Engin Altan Dyzyatan, aktori i cili u bë i famshëm me rolin e Erugrulit, është me prejardhje shqiptare. Këtë ai e ka deklaruar për media turke pak kohë më parë, duke gëzuar gjithashtu të gjithë fansat e tij shqiptar. Halit Ergenç, i njohur si Sulejmani i Madhërishëm, ka pranuar se është nga Shqipëria dhe ka thënë: "Mund të them me plot gojen se në damarët e mi ka gjak shqiptari." Edhe aktori Can Yaman, i njohur nga serialet, është shqiptar. Këtë ai e ka pranuar gjatë një interviste ku tha se të dy gjyshërit e tij janë me origjinë shqiptare. Nga ana e babait jam me prejardhje nga Prishtina. Të afërmit nga babai flasin shqip, por unë jam rritur më shumë nga ana e mamas, prandaj nuk di shqip, tha Can Yaman, dhe madje tregoi se para disa kohësh ka ardhur në Shqipëri dhe ka qëndruar një muaj. Një tjetër aktor turk me origjinë shqiptare është Kivanç Taklitug, i njohur nga serialet Gümüş, Kuzey Güney, Dashuri e ndaluar e tjerë. Po, jam shqiptar, ka pranuar me krenari aktori kur është pyetur për origjinën e tij. Babai im është nga Prishtina, ka treguar Kivançi. Baris Arduç ka lindur në Zvicër në një familje me origjinë shqiptare. Origjina e familjes së nënës së tij është nga Vlora. Baris u transferua në Turqi në moshën 8 vjeçare. Ai fitoi famë përmes serialit Dashuri me qira, Kuzgun, në të cilin ka rol protagonist. Është një tjetër serial i suksesshëm turk. Njëri nga aktorët më të preferuar turq për shikuesit shqiptar është Kivanç Taklitug, dhe vlen të përmendet se ai është me origjinë shqiptare. Ai u bë i njohur falë roleve të tij në seriale të ndryshme, por nga ne më së shumti njihet për rolin e Mehmetit. Shumica prej nesh do të donte ta takonte një herë qoftë edhe për një foto, por siç duket nuk është aq e lehtë që një aktor kaq i famshëm si Kivanç Taklitug të vinë në Shqipëri. I ftuar në Klan News në një intervistë me Iva Kalemin, drejtori i programacionit në televizion Klan Albert Dumani, tregoi se ka biseduar me Kivançin, por për të ardhur ka një kusht. Ai zbuloi se aktori kërkon një shumë të madhe, duke qenë se është ndër më të kërkuarit, por dha shpresa se aktorin do të mund ta shohim në Shqipëri pas përfundimeve të serialit që ai po xhiron aktualisht, e më pas gjithçka do të varet nga agjenda e tij. Kam kohë që e kam takuar dhe ai është shumë i interesuar për të ardhur, sepse edhe origjina e tij është nga Shqipëria. Babai i tij është nga Prishtina. Kur kam qëndruar me të në xhirime deri në 3 të mëngjesit, më tha që do shumë që të vi, por agjenda e tij është shumë e ngjeshur. Do të vi, por ka edhe një shumë paksa të madhe për ardhjen e tij. Kushton pak, se normal kemi të bëjmë me Kivanç Taklitug. Aktualisht po luan një serial në Netflix dhe do e shoh publiku i gjithë botës. Sapo ta përfundoj atë, do të shohim nëse do të mund të vijë dhe ta shoh vendin ton. Është shprehur Alberti. Serdar Rozer, aktori i njohur turk, ka pranuar se është me origjinë shqiptare. Gjatë një komunikimi me fansat në Instagram, ai ka treguar se nënën e tij e ka nga Kosova. Ai tashmë është pjesë e serialit turk, një nga serialet turke më të ndjekura për momentin edhe në vendin ton. Në seriale ai ka një nga rolet kryesore. Aktori i famshëm turk Serkan Tutuncu ka zbuluar se është me origjinë shqiptare. Serkaj ka qenë i ftuar në një emision në Turqi dhe teksa po diskutonin me një aktor tjetër për ushqimin, ai zbuloi se është shqiptar dhe duke qeshur, tha se shqiptarët han mish që nga mëngjesi e deri në mbrëmje. Kujtojmë se shumë aktorë të famshëm në Turqi kanë pranuar se kanë prejardhje shqiptare. Në mesin e tyre janë Halit Ergenç, Kivanç Taklitug, Baris Arduç, Can Yaman, Nurettin Sonmez dhe Engin Altan Dyzyatan. Serkan është shumë i njohur edhe në Shqipëri, fal pjesëmarrjes në disa seriale që janë transmetuar në vendin tonë.